Zbardhen detajet të reja nga sulmi me armëzjarri ndaj CFO Pharmas, biznesit të Nadir Çaushollit në autostradën Tiranë-Durrës. Bëhet me dije se autorët e ngjarjes kanë qenë dy, ku mësohet se njëri ka pasur rolin e qitësit, ndërsa tjetri ka qenë drejtuesi i makinës me cilën janë larguar nga vendngjarja. Raportohet gjithashtu se në drejtim të godinës së CFO Pharmas janë derdhur 34 plumba. Autorët kanë qelluar me breshëri automatiku vetëm në pjesën e sipërme të fasadës në katin e fundit. Grupi hetimor dyshon se kjo strategji e autorëve për të qelluar në pjesën e sipërme të godinës është bërë për të dhënë një mesazh paralajmërimi. Në njoftimin zyrtar të policisë thuhet se rreth orës 8:10 minuta të mëngjesit në sallën operative të Tiranës ka ardhur njoftimi se në rrugën dytësore të autostradës Durrës-Tiranë gjatë natës dyshohet se është qelluar me armëzjarri në drejtim të fasadës së një ndërtese. Nga të shtënat janë shkaktuar vetëm dëme materiale. Grupi hetimor në drejtimin e prokurorisë po punojnë për identifikimin dhe kapjen e autorit apo autorëve dhe për zbardhjen e rrethanave të rastit, njoftoi policia. Megjithatë, pritet në orët në vazhdim që policia e shtetit të dalë me një deklaratë zyrtare më konkrete, më të detajuar për të hedhur më shumë dritë mbi këtë ngjarje.